edhe disa orë në ndaj nga nisja e prajmit të tretë të Big Brother VIP Albania 5. Kurioziteti i të gjithëve është se kush do të jetë i eliminuar i parë. Në televotim janë Kristi, Lorna, Selen dhe Seno. Kristit dhe Lornës ju dha mundësia të tërhiqnin edhe dy të tjerë në televotim, dhe ata zgjodhen Selin dhe Seno. Në sondazhin e hapur nga kanali jon, me pyetjen "Kë doni të shpëtoni?", shohim se mbështetje më të madhe nga publiku e ka Kristi me 46% të votave, i ndjekur nga Selin me 26% të votave. Më pas Seno me 21% dhe në fund Lorna me 7% të votave. Shohim se banorja që ka më pak mbështetje është Lorna, gjithashtu dhe më e rrezikuara për të dalë. Shohim se dhe Seno, për shkak të debateve të fundit, është i rrezikuar. Por në fillim të prajmit të sotëm, do të mbyllet televotimi për këtë katërshe. Dy më pak të votuarit do të zgjedhin dy banorë të tjerë për të qenë sërish në një televotim që do të hapet gjatë natës dhe prej tyre njëri do të largohet. Duke parë edhe ngjarjet e fundit në shtëpi, debatet e shumta, pritet që ky prajm i radhës të ketë surpriza. Për informacionet të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.